Qëndrimi në pushtet për më shumë se 3 mandate ka qenë fitim prurës për socialistët. Pamfleti ka siguruar deklarimet pasurore të deputetëve të PS-s për vitin që lan pas dhe një pjesë e madhe e tyre nuk e fshehin luksin. Në mesin e tyre bie në sy blerjet e automjeteve me vlera të konsiderueshme, por edhe prona të reja, ndërtesa, troje, ullishte, pyje e garazhe. Në krye të listës për makinat e reja renditet Ardit Bido, i cili ka deklaruar blerjen e një automjeti me vlerë 25.000 euro, ndërsa Sajmir Hasalla ka shtuar në pronësi një automjet me vlerë 24.000 euro. Edhe Evis Kushi ka rinovuar garazhin, ajo ka deklaruar blerjen e një automjeti me vlerë 20.000 euro, ndërsa më parë ka shitur një tjetër makinë për 6.000 euro. Por pasuria e Kushit nuk dalet vetëm tek automjetet. Deputetja socialiste rezulton bashkëpronare në disa prona të trashëguara, ku përfshihen një ullishte me sipërfaqe 5.360 metra katror, një tjetër ullishte prej 707 metra shkatror, si dhe një pronë tjetër prej 20.513 metra katror, ku gjatë vitit është deklaruar paksimi i sipërfaqes. Një nga emrat me më shumë pasuri të paluajtshme është edhe Lindita Nikolla. Sipas deklarimit, ajo është bashkëpronare me 50% e një trualli me ndërtesë me sipërfaqe totale 460 metra katror. Gjithashtu, gjatë vitit, rezulton se nuk zotron më 2 apartamente me sipërfaqe 77.7 dhe 104.36 metra katror, të cilat figuronin në bashkëpronësi. Ndërkohë, Ervin Hoxha ka deklaruar një truall prej 22 metra shkatror, si dhe një truall me ndërtesë me sipërfaqe 544 metra katror, të përfituara me dhurim, ku zotron 16.667% të secilës pronë. Bledar Çoçi ka shtuar në deklarim një pyll prej 1.000 metra shkatror të krijuar nga të ardhurat, ndërsa Agron Malaj ka deklaruar një garazh prej 15 metra shkatror me vlerë 700.000 lekë të krijuar nga kursimet. Nga ana tjetër, Erion Braçe ka deklaruar se nuk zotron më apartamentin prej 89 metra shkatror, pasi ai rezulton i shitur. Në deklarimin e Arbian Maznikut bie në sy një ndërtesë me sipërfaqe 82 metra katror, në bashkëpronësi 50%. Në dokument figuron një vlerë prej mbi 40 milionë euro, e cila duket qartazi si një gabim në deklarim, pasi është e papajtueshme me vetë karakteristikat e pasurisë. Në tërësi, deklarimet tregojnë se deputetët socialist vjojnë të shtojnë ose të riorganizojnë asetet e tyre, duke investuar si në pasuri të paluajtshme, ashtu edhe në automjete, nga makinat me vlerë 10.000 euro, tek trojet, ndërtesat, ullishtet dhe pyet, duket se vitet e gjata në pushtet nuk kanë qenë as pak të pafrytshme për portofolin e një pjese të përfaqësuesve të mazhorancës.